Ngritja e temperaturave i ka nxjerrë gjarpërinjt nëpër zonat e gjelbruara. Por, anise ka filluar muaji qershor, autoritetet shëndetësore nuk janë bërë gati sa duhet për trajtimin e atyre që kafshohen nga këta zvaranek. Madje as në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në kryeqytet. Për momentin nuk kemi serum kundër helmimit të gjarprit, mirë po instituti na ka informuar që ka sasi të mjaftueshme, kështu që shumë shpejt do të furnizohemi. Pos Prishtinës mungesë kanë edhe në Gjakove Ferizaj. Në qendrën e vaksinimit të KMF-në Gjakovës kemi pas 2 serume kundër gjarpërave, po ju ka skaduar fati. E nga IKSHPK për këtë mungesë, fajin po e hudhin tek drejtuesit e QKMF-ve, pasi të njëjtit thonë se këta duhet ta bëjnë me kohë kërkesën për marrjen e serumit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është i furnizuar me serume kundër helmimit nga kafshimi i gjarprit dhe njëkohësisht i ka informuar njësitë e vaksinimit të komunave që të bëjnë kërkesa sipas nevojave të tyre për të furnizuar me këtë serum. Por, kur dhe si aplikohet serumi tek ata që kafshohen nga gjarpri? Ky serum aplikohet në rrugë intravenoze me qëllim që të reagojë më shpejt dhe periudha ideale për të aplikuar serumin është 2 deri në 4 orë pas kafshimit të gjarprit. Sipas shefit të vaksinimit në Pej, Dugagjind Sahatçiut, në këtë qytet janë evidentuar 3 raste nga sulmi i zvaranekëve, por fatmirësisht qendra mjekësore ka pasur serum dhe i ka trajtuar ata.